Në fakt kam 4 freskuese, kështu që janë 4 banora apo jo. Mirë do ishte t'ja hidhja tani nga muret. Pse, për çfarë do ja jepje se cilit banor freskuese? Usa shumë kam për të thënë, me thënë drejtën. Mendoj të bëjmë pak i keq sot, sepse nuk. Po pse ato i ka kërkuar publiku, janë personazhe që i kanë dashur. E para nuk kuptoj dhe jam me vërtet shumë i acaruar me disa nga banorët që ka një lloj pompoziteti, një lloj mendjemadhësie. Duke si rilindje, ata ishin gjithë shumë të lumtur. Unë pash një lloj mendjemadhësie të Kiarës dhe të Efit që me thënë të drejtën ma bezdisi, se mendoj që jemi gjithë njerëz në fund të ditës, kemi hyrë në Big Brother VIP pa diskutim, tentojmë të jemi VIP-a, por VIP nuk të bën hyrja në Big Brother, të bën edhe personi që ti je. Kështu që mendoj që duhet të jenë pak më të kujdesshëm dhe pak më umile, se në fund ditës është një publik i thjesht që i ndjek dhe i mbështet. Ajo që nuk më pëlqeu shumë shpejt, Efi në intervistën që dha përpara se të hynte, tha, unë nuk jam Team Luiz, jam Team Efi. Ndërkohë që Efi ka mbi një muaj që bën vetëm status e story, bëhet pjesë e portaleve duke thënë që jam Team Luiz dhe e bën më të mëdhaja, ka hashtag, ka story, sa të duash që mund t'i vërtetojnë. Çuditërisht sot na del që do të bëhet Team Efi, ndërkohë që unë mendoj që është thjesht një shoqëruese e dhëndrit në rastin konkret. Kiara nga ana tjetër e pam që hyrje fundit mbrëm, djegësit kanë filluar ta komentojnë atë mendimadhësinë e Kiarës që tani jam e zonja. Që mos ta bësh ti shkollë. Po, ndërkohë që edhe banorët që banorët e vjetër janë bashkuar shtëpisë dhe ndjekin live tani. Ajo që quan Arditi mendjemadhësi, për mua ishte një arrogancë e pastër shumë e shëmtuar, isha e tmerruar nga arroganca, domethënë që do vinte dita, do gjëja Kiara Titon, të vente t'i ndalonte njerëzit që të hanin bukë dhe thoshte unë ty do të nxjerr, vdekjen e dija dhe këtë nuk e dija, e pash mbrëm.